Atëherë mirë se erdhët në Federatën Vatra, është kënaqësi që kemi dy artiste që promovojnë artin shqiptar, promovojnë vlerat tona historike kombëtare. Kjo vizitë në Federatën Vatra është vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme sepse vinë jo vetëm dy artiste në Vatrë, por vjen arti i tyre, vinë herojtë të kombit tonë dhe vinë në nëntorin e pavarësisë, i cili merr një rëndësi të veçantë. Federata Vatra ka qenë dhe është institucioni më rëndësishëm kulturor dhe patriotik për shqiptarët e Amerikës. Gjithmonë Vatra e ka bashkuar, ka promovuar, ka qenë dhe një mbrojtje për drejtat e shqiptarëve, por megjithatë në përfaqësimin dinjitos të interesit kombëtar, të interesit komunitar dhe të lobimit për çështjen shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me gjërë. Ka një rëndësi të veçantë për Federatën Vatra promovimi i vlerave kulturore, vlerave tona kombëtare, i vlera më të rëndësishme të shkrimtarëve, të artistëve, të arritjeve të komunitetit tonë, por mbi të gjitha të mërgjimtarëve tanë që kanë ndërtuar një jetë të bukur, një jetë të suksesshme, edhe një jetë e cila na bën krenar me arritjet e tyre të gjithë ne si komunitet, si kombë dhe si kulturë. Gazeta e Diellit dhe Federata Vatra kanë qenë gjithmonë në mbështetje dhe do vazhdojnë ta kryejnë këtë detyrë patriotike kombëtare. Dhe ne na bëhet zemra mal kur artistët tona pritën në Bashkinë e New Yorkut dhe artistët tona si Linda Lupi dhe Anila Hetoja vinë dhe mbledhin shqiptarët e Amerikës në zyrën e këtyre bashkëjavëve. Është një arritje, është një sukses, është edhe një krenari. Urime dhe sukses e mirë se erdhët në Vatër. Ju falenderojmë shumë, mirë se ju gjetëm. Është një kënaqësi, është emocion i veçantë që të jesh në këtë qendër, kur realisht keni pritur shumë figura përfaqësuese, ambasador në vende të ndryshme, si të artit, ashtu të kulturës, sportit edhe të fushave të tjera. Emrat më të mëdhenj që sot përfaqësohen nëpër botë dhe tregojmë ato gjakun ton shqiptar kudo me më të mirën ton të mundshme. Është kënaqësi në fakt që të jemi në nëntorin e kuq, pikërisht në këtë qendër, me prezencën e Nolit. Noli ka qenë gjithmonë suport edhe i jashtëzakonshëm, profesionalist në maksimum në fushën e tij dhe gjithashtu me një dashuri të madhe për artin, për kulturën, që e bën për ditë dhe gjithmonë është i papurësyer me shqiptarët, jo vetëm që ndodhen jashtë, por edhe ata në Shqipëri duke ju dhënë zë punës edhe përfaqësisë së tyre. Ju falenderoj shumë edhe për ftesën që jemi sot në Vatar. Është tamam ashtu siç e ka emrin, një Vatër, një sofër e ngrohtë shqiptari. Faleminderit. Si po ndiheni që mbresa ju la ekspozita në shtëpinë e bashkëjavës? Absolutisht një emocion i veçantë, i parushëm, një eksperiencë që realisht është një ëndër kur e mendon dhe më pas kur realizohet, është një përjetim akoma edhe më i madh. Dhe tani që jam duke folur, duke komunikuar, e kam emocionin tim që përshkruhet në trup. Ishte pikërisht ekspozita e kuqja që mezi prisja ta realizoja dhe realizuam në mënyrë më të mirë të mundshme, duke patur pranë edhe dy personat e mi më të ngushtë, siç është mikesha ime e ngushtë Anila Hetoja, që kam patur suport të madh prej saj, edhe me mikpritjen e ngrohtë që na ka bërë të ndihemi si në shtëpinë tonë të Nolit. Ka qenë realisht, faleminderit shumë, ka qenë realisht një eksperiencë midis figurave të njohura dhe të famshme të shqiptarëve të diasporës, të atyre që janë munduar që suksesin e tyre ta kalojnë përtej kufive, edhe ku ka më bukur se në mes të New Yorkut, të një vendi që bëhet fjalë për kulturë, bëhet fjalë për një zhvillim të madh urban, ne vime dhe përfaqësojmë pikërisht në nëntorin e kuq, në një nga rezidencat historike, në selinë historike të kryetarit të Bashkisë New York, duke takuar kështu edhe kryetarin aktual Eric Adams. Ka qenë një emocion dhe një eksperiencë që do të mbetet absolutisht për gjithmonë në jetën time si një nga pikat kulminante të karrierës. Kënaqësi dhe suksese. Anila, si po ndjeheni në New York? Nga parë një përshëndes, faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu dhe që arritëm këtë ekspozitë, këtë mision, le të themi, mision të artit, edhe falenderoj shumë për ftesën. Ishte një
eksperiencë vërtet shumë e bukur, emocionuese me të drejtën, pasi jemi të gjithë një gjak, mblidhemi, flasim për art, për kulturë, për familje, pse jo, për sa i përket arritjeve së gjithë secilit nga ne. Unë kam emigruar vetë në fakt në Kanada edhe e di vështirësinë, i di përpjekjet e ne shqiptarëve që bëjmë, domethënë në vendet ku jemi. Sigurisht që gjithmonë kemi kontribuar dhe kemi dhënë më të mirën tonë. Këtë pasha sot edhe në këtë event mes miqve tanë, mes artistëve, njerëzve të shquar të vendit që po kontribojnë në vendet e ndryshme të botës. Unë jam kthyer në fakt në vendin tim. Edhe besoj që është një shpresë për të rinjt që do ketë zhvillim edhe në vendin tonë, por është bukur këto ura të lidhëse që bashkohen edhe që na nderojnë, siç na nderoi dhe Linda në këtë event historik, dua të them. Dhe jam vërtet e lumtur që isha vërtet shumë emocionuese. Sukses edhe mbarësi Loli. Atëherë unë do të them është një kënaqësi ime që sot dhe shumë herë që promovojmë artistat e tanë, se që ju dy yjet që keni ardhur, puna juaj, vlera juaj dhe prezenca juaj më ka futur në atë botën që ju t'jeni këtu. Dhe do t'jam një falënderues i madh që po promovohet e kuqja e vërtet këtu në Batër. Atëherë unë do t'jam mirënjohës se ky bashkëpunim nuk do t'jetë vetëm me kaq, është edhe kënaqësia e madhe që herave tjera t'jeni prezent këtu. Dua ta falenderoj editorin e gazetës që ky është, se thuhet një fjalë popullore, dora ime e djathtë. Kështu që në emrin e të gjithë vatranëve ju uroj mirëseardhje këto, promovimi me këto ikona tona shqiptare që janë këto nuk shuhen kur në këtë muaj të 28 nëntorit. Ëndra jonë u realizua. Kështu që ju faleminderit prezenca juve dhe kënaqësia. Faleminderit shumë. Çdo nëntor, shqiptarët bëhen bashk kudo në të botë. Në çdo qytet, në çdo ekran, zemra shqiptare rreh njësoj. Përfito super zbritje në paketat më të ndjekura shqiptare. Shiko Big Brother VIP Kosova, programet festive, filmat e fundit, serialet dhe të gjitha kanalet shqiptare në Amerikë edhe Kanada. Sepse lidhja me Andreu është gjatë. 24/7. TVAL është zemra shqiptare.